Protestat antiqeveritare në Shqipëri kanë kaluar kufin dhe po marrin një hon në mediat europiane. Media franceze Radio France dhe gazeta gjermane Die Tagespost kanë publikuar shkrime mbi protestat që vijojnë prej më shumë se 2 muajsh në Tiranë. Sipas Radio France, ajo që nisi si kundërshtim ndaj një projekti ndërtimor në Zvërnecë është ndruar në një lëvizje më të gjerë antiqeveritare e mbështetur kryesisht nga të rinjt. Në qendër të protestave janë vendosur akuzat për korrupsion, shqetësimet për mbrojtjen e mjedisit dhe kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një nga simbolet e protestës është flamingoja roz, e cila sipas medias franceze është kthyer në identifikuesin e lëvizjes. Ndërsa Die Tagespost e përshkruan protestën si një lëvizje të gjerë qytetare kundër korrupsionit, të dëmtimit të mjedisit dhe padrejtësive politike. Media gjermane vëren gjithashtu kritikat ndaj Bashkimit Evropian për mungesën e një mbështetje më të fortë ndaj kësaj lëvizjeje, ndërsa paralajmëron se përshkallëzimi i protestave dhe kalimi i drejt dhunës do të dëmtonte shoqërinë civile. Protestat sipas raportimeve vijojnë të jenë paqësorë, ndërsa pakënaqësia dhe presioni ndaj qeverisë mbeten në rritje.